A rrezikon Edi Rama që në Shqipëri t'i hapet dosja e Charles Megonigal dhe Spaku ta çoj përpara menjëherë sapo të vi kreu i ri i Spakut, duke qenë se para disa ditësh e ngarkuara me punë u bëri të qartë luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar drejtuesve të Spakut? E besoj. E besoj që do ta ndjekin. E besoj do ta ndjekin për arsye sepse ai nuk është i rrezikshëm vetëm për Amerikën, sepse se kapi dhe rekrutoi një spion të tyre, të degeneruar të New Yorkut, të FBI-së së New Yorkut. Por sepse Rama duke pasur aq miliarda euro që ka në dispozicion, që ka personale të tij të fshehura, mund të rekrutoj këtë doj. Dhe për këtë arsye Amerika po e paralizon, Shqipe ka paralizuar Edi Ramën. Në marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edi Rama është i paralizuar. Themi paralizuar për të mos thënë që është në gjendje kome. Kështu që unë nuk pres kurrë në kurrë dhe kjo do ndodh, nuk pres që që Edi Rama të rivendos marrëdhëniet normale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara presin që komunistët shqiptarë të qërohen nga pushteti, komunistët e kabalës dhe të masonëve që i sollën dhe i mbajtën në pushtet 80 vjet komunistët dhe masonët e Amerikës i mbajnë akoma në pushtet në Shqipëri, komunistët. Pra, me politikën e presidentit Trump, me atë politikë të shkëlqyer qytetare, njerëzore, kombëtare që ka ai për vendin e tij dhe që po e rrezaton gjithandej, Edi Rama të gjej vendin bashkë me grupin e gangsterëve dhe të hajdutëve që ka mbledhur atje. Edhe të sa budallëve që ka marrë një dudum atje dhe ka bërë kryetar parlamenti. Por jo sikur ku kemi ngelur. Ne kemi ngelur sepse Edi Rama nuk ka opozitë. Do vetë prapte opozita shqiptare. Nëse në Shqipëri do kishte opozitë, nuk do kishte Edi Rama. Po duke pasur Sali Berisha ka dhe Edi Rama. Dhe Sali Berisha është antikombëtari më i madh se sa Edi Rama. Është antinjerëzori më i madh. Ka vrarë. Por të mos thënë shumë të tjerë, por 4 të 21 prillit e pranoi vetë që janë vrarë. Edhe për atë Sali Berisha arri akoma jashtë gjykatës, jashtë burgut. Pra Amerika këto gjëra pret. Dhe Spaku duhet i kishte bërë këto. BKH-ja shqiptare duhet kishte dhënë kërkuar gjykatave që të arrestohet Edi Rama dhe Sali Berisha. Mirë po ata të tërë gjyqtarët e Tiranës të Shqipërisë kanë të tyre. Për të mos thënë pastaj që në Shqipëri nuk funksionon asnjë gjykate. Kam rast unikal tani, dje kam marrë letrat nga arkive e gjykatës lartë, ku thotë ne kemi dosjet e tjera, po dosjet e këtyre 2 personave që kërkoni ju nuk figurojnë gjykuni. Dhe e di pse nuk figuronin, se ata 2 persona nuk janë komunistë, nuk kanë të bëjnë me pushtetin kriminal komunist në Shqipëri aktual. Dhe se të tjerët ishin dosjet të atyre 2 jo. Pra, mbi bazën e kësaj tash shkruajtur drejtësi funksionon. Edi Rama dhe pikërisht qytetarët shqiptar duhet të ngrihen dhe të rrësojnë këtë drejtësi. Që është vetëm drejtësi nuk është. Është bandë kriminale që zbaton verbërisht urdhrat e krye kriminalit Edi Rama dhe të kriminalëve të tjerë komunistë që ka ai në strukturat të ndryshme të shtetit. Praktikisht pushteti shqiptar është i kancerizuar. Është me kancer. Nuk funksionon. Dhe kanceri në Shqipëri është drejtësia. Zoti Islami, sa gjasa ka që Erion Veliaj të rikthehet në skenën politike shqiptare me këto akuza që rëndojnë ndaj tij, por edhe me shkarkimin e fundit që i bëri Këshilli Bashkiak dhe furtunës që ka nisur Edi Rama, i cili do të mbledh tashmë edhe nën drejtorët e bashkive në një takim së bashku me kandidaten për kryetare të bashkisë, Ogerda Manastiriu? Dëgjoj, nëse ndonjëherë do ketë gjyqtar dhe prokuror të ndershëm, ligjzbatues të ndershëm, Erion Velia nuk del kurrë nga burgu.
pa marrë dënimin e merituar 20-25 vjet sa ka, që të dalë kështu para kohe, shanset janë zero, shanset ligjore, mënyrat, jo mënyrat, po hapësirat ligjore që ai të dalë nga burgu tani pa u lagur janë zero. E thash edhe një herë, mundet të bëjnë gjithçka këta për ta nxjerrë nga burgu, por edhe në politik në atë parti nuk hyn dot më, sepse atje nuk e qas më Edi Rama, sepse ai e di që Edi Rama e futi në burg. Pra, përfundimisht, shanset i ka zero. Për mendimin tim, se çfarë mund të ndodhë me këtë drejtësi, me këtë politikë, me këta njerëz që drejtojnë sot Shqipërinë dhe me këta burra të kastruar që funksionojnë në parlamentin shqiptar, gjithçka mund të ndodhë. Vendi çuditërave jemi neve, nuk ka ditë njeri, çfarë do vendimi që të marrin këta. U vranë 4 veta u pushkatuan, u pushkatuan, u ekzekutuan 4 veta në bulevard dhe nuk dihet asnjëri as tjetri. Pse se bën marrëveshjen e 2008-s që do jemi bashkë në pushtet dhe hajde mirëpafshim. Avokata, ka një personalitet apo një politikan apo një zyrtar brenda Partisë Socialiste i cili mund t'ia haj kokën Edi Ramës? Jo, zero, nuk ka. Nuk ka sepse Edi Rama i ka kastruar të tërë, ata i ka lidhur, i ka korruptuar të tërë me para dhe me firma, ka marrë firma të tërëve dhe i ka të tërë në dorë, sepse të tërë kanë vjedhur, të tërë kanë shkelur ligjin, të tërë janë për në burg, dëgjoj, janë të tërë për në burg, ta dish, të tërë për në burg, komplet partia socialiste dhe PD-ja. Pra, Partia Komuniste me një fjalë e përmbledhur, grupi komunist që drejton sot në Shqipërinë, i ashtu quajtur opozitë është i tëri për në burg. Kështu që Edi Rama e ka të garantuar atë. Mund të kishte ndonjë kush e di, ndonjë mini frik, si të thuash, nëse do kishte një opozitë të fuqishme, konservatore, shqiptare, të rregullt. Opozitë të tillë nuk ka, kështu që do rri sa ti do i kepi. Nuk është kota e fjala e Edi Ramës që tha, unë tha do ikin nga pushteti në 2050. Po, ta më mashtush. Atëherë do ikin. Po kush mund ta largoj këtë klasë politike, veçanërisht kryeministrin Edi Rama, do t'jenë shqiptarët me votë, apo do t'jetë një lëvizje amerikane që mund t'i kërkoj paraprakisht ta çojë vendin zgjedhje parakoshme dhe më pas t'i hap rrugën një qeverie të re teknike? Në radhë parë duhet përgatitur terreni që të marrë pushtetin qeveria teknike. Duhet përgatitur terreni. Dhe këtë terren e përgatit vetëm Amerika, askush tjetër. Ky është rasti ideal. Rasti i dhimbshëm është pastaj që të bëhet një Nepal në Shqipëri dhe t'i qërojnë të zhduken nga skena politike. Atë unë nuk e dëshiroj, por është domosdoshmëri që këta tiken nga politika. Pa përjashtim, të vënë në burg të tërë. Pa përjashtim, thash. Komunistët shqiptarë praktikisht duhet vënë në burg. Zot Islami, po a kanë atë kurajo dhe atë guxim si nepalezët vetë shqiptarët për ta vendosur politikën shqiptare përpara përgjegjësisë, por edhe duke kërkuar më shumë për drejtat e tyre? Jo, nuk e kanë. Se po ta kishin, këta nuk do bëjnë kështu si po bëjnë kanë 80 vjet. Nuk e kanë sepse këta është kjo bandë organizuar që quhet parti, kjo bandë hajdutësh, skuadër hajdutësh që quhet Parti Komuniste Shqiptare, në pushtet ka mbajtur gjithmonë njerëzit e degeneruar dhe të korruptuar. Dhe pavarësisht se gjatë gjithë historisë së tyre komunistët shqiptarë kanë ngrënë njëri tjetrin dhe më e fundit është kjo që po i bëjnë Erion Belis, prapë ata kur vjen puna për pushtet bashkohen dhe ruajnë pushtetin, e bajnë pushtetin sepse e dinë se që pret po qese do dalin non grata si në politikën shqiptare. Ata duhen nxjerrë jashtë ligjit me vendim të kushtetues në Shqipëri. Gjë që s'ka kush ta bëj, aktualisht nuk ka kush ta bëj, s'kam shpresën për këtë punë. Vetëm shpresë që kam është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i izolojnë. T'i izolojnë, dhe din mirë ata kur duan ta izolojnë se si e izolojnë. Prandaj thash që në 97-ën ka përgjegjësi të jashtëzakonshme në Shteti Amerikan që nuk e qëroi Sali Berisha nga pushteti, se i kishte tërë mundësitë.
Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Ndoshta edhe i mërzis në një pjesë të qytetarëve shqiptarë që nuk mendojnë si unë, por më pëlqen që shumica dërmuese më mbështesin. Kjo mua më jep kurajo, më jep forcë dhe më jep dëshirën për të vazhduar të luftoj edhe luftëtari vetëm kundër komunizmit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.